unë kam qenë luftëtar i drejtave të vendit kombit tim, për kur që s'kam luftuar për t'ja shkel drejtat e kombit tjetër, asnjëherë. Tash këtu po bëhen shkeljet e drejtave të serbëve. Po, në rastin e fundit. Në rastin e fundit në Parlamentin e Kosovës. Shkeljet kushtetuta, dhe unë nuk mundem si shqiptar e qërë të kom me qëndru. Unë së më interesën një kërsh vota më tepër më pak. Nuk mundem me kalkulu elektoralisht kur dëmtuat vendi im. Nuk mundem me për një kërsh vota më tepër me dëmtu vendin tim. Sot, që ka po bën elita që tu në Parlament Kosovës, është duke i forcuar argumentet e autonomisë serbe në Kosovë. Sot, shumica shqiptare, kështu, me vendosmëri janë që punu kundër interesit Kosovës. Në raport me, si posi dhe me të drejtat e serbë. Po i forcojnë argumentet e disa vani se këtu shqiptarët nuk jetuat me ta, se këta nacionojnë të drejtat tonë. Ne duam që të respektohen tërësisht të drejtat e serbëve që janë kushtetuar. E jemi zotim ndërkombëtar. Në fakt, bazamenti i shtetit të Kosovës është paketa Ahtisarit. Kemi pajtuar me të. Kështu që jemi pak gjëra, kemi mbetur këtu, më thonë njerëzve tonë, por na nuk kemi probleme morale. Ne mund t'ja themi leshëm se çdo kuj. Se pak a shumë s'mund me na thonë që jeni tratare, se jeni kësi farë qyshe. Ama njeri mirë, i përkushtuar për vendin e vet, duhet t'i mbrojë. E duhet ta thet me za për drejta qytetarë. Për mua serbët e Kosovës në bashkëtorë të vendit tim. Sa më shumë drejta ata, vendi im është më i fortë. Sa më shumë ata të ndihen rahat në Kosovë, Kosova është më e fuqishme. Unë e di që do kohë, kjo të ngjan pak patetike, idealiste, po ne do të punojmë këtë drejtim. Ne do të punojmë fuqishëm. A duhet 20 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 30 vite, 40, sa të merr. Po përpjekja e qeverisë qendrore duhet të jetë e tillë që, më thonë gani, Kosova është shtet përjetësisht. Harroni që Beogradi kthehet në Kosovë. Kur? Asnjëherë. Kur? Nuk kthehet. Sa më herët ta kuptoni këtë, është më mirë për fëmijët e juaj. E janë ta ndërtojmë jetën bashkë.